Çdo ditë I lutem Allahut për mbarësi, s'po më ecën asgjë, thot. Çfarë të bëj? Të këshilloj për 2 çështje. E para, ushqimin me të cilin ushqehesh. Është halal. A e fiton halal. Po ashtu, çështja tjetër, lidhjet me farefisin. Sheshoj nëse ke probleme me ta. Mundohu të ruash lidhjet me farefisin. Sepse, ruajtja e lidhjeve farefisnore është shkak për shtimin e bereqetit. Mundohu me bo sa më shumë istighfar, kërkim falje, me u pendu tek Allahu I lartësuar, me heqdor prej mëkateve, me zbatu urdhrat e Zotit gjithësisë, me fal namaz, me respektu prindrit, me bë vepra të mira dhe sa më shumë lutje. Dhe duhet ta dish se lutja për besimtarin është gjithmonë mirësi. Për shkak të asaj lutje që ti bën, Zoti I gjithësisë ndoshta të ruan nga një e keqe që do të godiste. Ndoshta Allahu I lartësuar për shkak të kësaj lutje që ti bën, të jep diçka më të mirë. Ndoshta Zoti I gjithësisë mbas një kohe të realizon ato që ti kërkon. Ndoshta Allahu I lartësuar këtë lutje ta rezervon mirësi për ty në botën tjetër. Pra ti asnjëherë nuk je I humbur me lutjen. Kështu që vazhdimisht lute Allahun e lartësuar, fal namaz, lute Zotin e gjithësisë, nuk I dihet ku është hajri. Dhe 2 çështjet mos I haro. Halalin, synoje vazhdimisht, ruaju nga haramet, ruajtja e lidhjeve farefisnore. Elus Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj çdo gjë, të t'jap mirësi begati dhe të ta mundësoj I madhi Zot mirësitë e botës tjetër, xhenetin. Amin.